Në këtë kontekst, nuk ka ëndër të madhe që mund të realizohet pa vendime. Janë këto vendime që realizuan ëndrën e Shqipërisë në NATO. Janë këto vendime që realizuan ëndrën e Shqipërisë pluraliste. Janë këto vendime të cilat në disa mënyra patë një ndikim të pazëvendësueshëm në lirinë kombëtare, në faktin që sot shqiptarët jetojnë të lirë në Shqipëri dhe në Kosovë. Në këtë kontekst, 39 ditë në ndajnë. Të gjithë ju jeni para një vendimi epik, do të thosha, para një vendimi në cilin ju përmbushni pa ndyshje misionin më të madh të jetës tuaj. Përcjellni në kalendat e historisë një diktaturë të dytë, tashmë jo të bazuar në ideologjinë marksiste-leniniste, por të bazuar në drogën, krimin dhe varfrimin e shqiptarëve. Çdo i ri dhe ere, këto 39 ditë, t'i shtrojë në ditë të betejës më të madhe për ëndrën e tij, ëndrën e saj. Sepse përballë jush qëndron një shpresvrasës, një arrogant, qëndron, po e quaj tani, një meme e gjallë, me qenë se të merruat ju me meme, edhe mbylli TikTokun, le ta quajmë së bashku një meme e gjallë që quhet Edi Rama, meme që ecën.